Lufta mes Izraelit dhe Iranit ka hyrë në ditën e 10 që nga nata e 13 qershorit kur nisën bombardimet e para. Por tashmë rrethi është zgjeruar pasi një ditë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri me dije se kishte sulmuar 3 objekte bërthamore të Iranit. Madje Trump ka lajmëruar se nëse Irani nuk pranon të bëjë paqe, do të ketë sulme akoma më të mëdha kundrejt tij. Vetë Irani e ka hedhur poshtë zgjesimin e objekteve bërthamore pasi ka deklaruar se Fordov, që është ngritur në një mal, ka qenë spostuar një natë para bombardimeve, por asgjë nuk dihet me siguri, pasi as OKB nuk ka mundur të përcaktoj shkallën e saktë të ndikimit. Trump gjithashtu ka deklaruar se ka për qëllim ndryshimin e leadershipit në Iran në sloganin Mika, Make Iran Great Again, ta bëjmë Iranin madhështor përsëri, i njëjti me të cilin ka garuar dhe fituar zgjedhjet në SBA. Nga ana tjetër, udhëheqësit ushtarak iranian kërcënojnë SBA-n me një kundërpërgjigje, ndërsa ministri i jashtëm i Iranit është në Moskë për të diskutuar me Putinin. SBA-t i kërkojnë edhe Kinës të ushtrojë presion mbi Iranin që të mos e mbyll ngushticën e Hormuzit, një rrugë kritike detare për kalimin e naftës. Gjithsesi, sulmet dhe raportimet flasin për viktima nga të dyja palët, por shifrat mbeten të pakonfirmuara.